Përshëndetje shqipe dhe mirë se të një video re. Sot do luajm FC Mobile. Kemi disa diamante dhe disa paku për të hapur. Edhe 3000 diamante dhe këtu është 16.000 diamant që janë. Edhe të shikojmë se çfarë do hapim në këtë pako. Mos harroni që të bëni like, comment, subscribe. Para se të vazhdoj video, vazhdoj, po hajde mo. Që s'po s'kart këture. Unë zia jetë. Po këta hatë 30 sharca, po këta së t'japin. Hajde mo. E qëfar do qëlloj tani në këtë pako? Për të ngrimi qik. Dhe është francez, cëbë dhe një lojtar leshi. Fati me një botë që në treshe. Ja më bërë të qëllë që e mirë. Ju keve të bëjnë. Po 300. Për të kone një zhjidhi tjetë. Fuzëm e të përët se fuzëm qëk me vonë. Dhe nesër, luan Reali, do shkuj të pustimet nesër, kush do të fitoj? Real Madrid apo Barcelona? Nojda që të përnë. Dhe sot do luim për sëri. Vësatak ose e tuet, po se radhe do vazhdoj me vësatak. 4 lojna vësatak. Do bëjmë dhe 319 Asur, ua Tek që kemë shumë që në shtatë rrëv Enten Prime Center Luje pra ojmet E se kanë të ngrit që dritën nëse nuk shifni. Mund të luj dhe një loj që ka luj talanti du të me gjithë që gjona. Hajtë refishat. Sterme. Bo, diti e bukër. Që në rritën aty realizon. Ja le qikë se jam shumë më kaq. Kaq. Shpandashim. Pedro Poro, bukur. Si ma ishte komplet rëkënç. Ua, bë 5-4 në tishim. Hërë fute! Jo, më lali orë. Shë ngec. Famjo që ngec. Edhe që gojë që futi, ama. Ik futi pa u shetë katë. Edhe i letu edhe. Nësa di që ki lefa. Rash, du të fitoj shak.
2.400 është. Si offside bro më. Shtafe për e fut ato golo bro. Ke vetëm s'kishtë asë njëri tjetë. Ujti. Bravo. Shpërthem portën e qira. Isa afër. është me provok shumë. E në super përparo shot e këtu. Davidi se ka. E di pjetë. What the heck? Yes, besi. Ky golo. Fitore. Ting. Që e majtë e mirë. Dhe e se ngrejtë më okej. Come on, head to head. Barcelona kundër Ala Madrid. Do ndeshet pro njështë pro dysh. Ose ndryshe lojtarët e ekipit të Barcelonës nuk janë këto, por lojtarët që ka krijuar vetë kë playeri. Ta shohë, unë kam 103 e ka 100. Ja, unë kam 110 e 103. Shtroja posimin e zonë. Se është për ndonjë lojtar. Luan aty. Jashtë. Real Madrid me një ritëm të shpejt. Ka humbur topin Devi. Kujtë rrin të kapitot. Shkon Di Marco. Ka përballë. Se ka këtot Beckhamin. Zumbila. Se ka Zumbila. Nuk e di. Arrin të ka poso për një stil shumë i bukur. Crespo. Nuk ka dhe shumë fuqi për goditjen, por përsëri arrin të shënoj. Bukur dhe fall. Kjo nuk është fall. Çfarë ka ndodhur? Çak internet shua bro më. Oj, ti luan topin. Pedro. Dhe unë bet topin Pedro.
Cucurella, se avançot me Di Marcon, mirë ka luajtur, por të aktivizot pa Cucurella. Pedro humbet një topin por përsëri ndërhyn dhe shkon në Audin e atynve. Stamiga bon pasimin. Lobotka kap aty përsëri. Shitën topin Barcelona. Zumbida e heq topin. Super driblim Pedro. Crosson. Crossimi i mirë. Barnesi e ka, por nuk arrin do ta fusi. Beckham. Tërgoj të zgjuar dhe kap Fabian Ruiz. Teknikën e tij. Fabian. Bukur. Ndërpret pasimi nga Beckhami. Lobotka. Çon topin. Crespo bukur. Lona ka quajt dhe në fund Baren. Barnesi një super gol me kokë. E një super crossim nga Crespo. Barnesi për i them se di saks. Si thuhet. Pason aty ke Stami. Shko aty Fabian. Pason për Pedron. Ka devija. Shikon se çfarë do të bëj Pedro dhe arrin ta kapi. Lobotka. Oqa. Po në të bët një lëmsh përsëri shkon topi të Barcelonasit. Dhe këtu mbyllet ndeshje 2-0. 94 minuta. Një gol nga Crespo dhe një gol nga Barnesi. Super kanë luajtur. Vazhdojmë me një ndeshje tjetër. Do të shikojmë se çfarë kundërshtar do na qelloj. Dhe përsëri ky që ka me Barcelonën 107, 106 më të mirë. Attacking dhe sulmin dhe me sfushën mbrojtën në ka 106. Ndërka unë 109 sulmin, 110 me sfushën dhe 108 mbrojtjen. Që në të dhe pas ka jo dhe qkeq, Cole Palmerin, 106. Dhe jo një ekipi keq. Për kaq sa është më rregull. Si ishte dal jashtë, okej. Shko aty Rodri. Barnesi. Di Marco pason. Crossimi gabuar. Dishe që s'kishe për ta më mirë. Crespo. Nisë një crossim shumë i fortë. Shkoj në Crown. Që asnjë nuk ishte. Martinez i çfarë ka pritur. Shumë afër për ta kapur topin Pedro Porro.
Kariti do të Stami heq topin me kokë. Vrapimi për Desajli është më afër për të kapur. Palmer e godet. Stami bën një gabim. Përsëri Palmer ka topin. Bërtje bukur. Kuete duket i vëmendshëm. Pason të Gresbo. Karin do të asnjë nuk ishte në pozicionet e tij. Përveç Gresbo s'po edhe iku në krahun e kundërt. Dhe Stami ka ndaluar. Dhe Martinezi pret aty. Pason nuk arrin dot ta çojë në distracionin sakt. Mbyllet pjesa e parë 0-0. Tani vjen Kukurella në lojë. Ne shikojmë se çfarë do të bëj ky djalë. A dhe luaj mirë apo keq? Apo të dyja? Kap topi në shipe unë me këtë zërin. E di që së ndel mirë. Këtu e ka më mirë. Po s'ka mikrofon dhe edhe interneti nuk është daqë mirë. Kështu që përndaj. Balotelli. Duket Balotelli është pa. Nuk fut ai. Ikën Pedro. Driblon Pedro. Krosimi për Grespo. Dhe Grespo nuk gabon. E çon topin në rrjet. 1-0 për Real Madridin. Barcelona nuk e dinte çfarë do të priste. Nga Pedro. Në driblues shumë i mirë. Përsëri Pedro. Kundër Stamit. Stami nuk arrin dot Pedro. Odri shkakton një fall. Dhe pason brapa. Stami Fabian Ruiz përsëri ka topin. Driblon Fabian Ruiz. E çon në zonë. Ujti. Nuk arrin do të heci vet. Kukurella nuk duket i vëmendshëm. Dhe përsëri një offside në minutat e fundit. Nëse Kukurella do të ishte dhe 2 hapa më shumë, një gol mund të ishte. Fabian Ruiz. Kroson për Pedro. Se radhe nuk arrin do të dribloj. Dhe kroson aty Kuiti për Stamin. Ka hequr topin. Marcos Cucurella. Pedro goditja. Vjen në kuadrat dhe e një qik mbyllet ndeshja 1-0. Dhe tani fishkëllen arbitri dhe mbyllet gjithçka 1-0. Goli nga Grespo dhe asisti nga Pedro. Super djalosh me driblimet e tij. Kur ka ato goditje Grespo me kokë ose me këmbë, ai nuk gabon. Ka një lojë dhe ta mbyllim. Ka ky djalosh nuk që ka dhaq i fort, shumë pak. Ta këtë vërojnë 100, 94, 95 dhe 92. Nuk që ka gjë.
Dhe as 197. Për që ka ndryshuar letarët. Nuk e di. Se si do jetë kundërshtar, se çdo kundërshtar edhe me ekip të marrun mund ta fitojnë. Kësë në pozicionet e veta nuk I ka dhe kështu që ne përfitojmë nga ky shans. Bukur kërcimi. Ku I të bën gati power shotin. Fabian Ruiz mund ta kishte edhe direkt, por provon një power shot. Di Marco. Devi. Shkon aty super driblues. Nuk e kërëson si që duhet. Di Marco përsëri kap topin. Ku iti power shoti. Do të bëj një power shot nga larg. Të ue Fabian Ruiz. Lexon se çfarë do të bëj ai. Dhe super pasim. Nga Pedro më duket. Nga Fabian Ruiz. Nuk e di, por një super pasim. E nuk ishte jashtë. E pse një stopimi bukur. Di Marco. I vëmendshëm. Çfarë pritje. Dhe Martinez nuk lën Bellinghamin të godas. Të shënoj. Të ue. Driblon bukur Pedro. Vrapon. Pedro. Fabiani. Mund të ta shënuar. Super godit. Nga larg. 110 over. Dhe Davis dhe të rrisim nga të gjithë. Të s'kem për të rritur. Uzim Kukurellën. Që I dërja që varër se është. Ti ishte raboj më mirë, por përsëri Gigi. Super mbrojtje nga Stami. Futet qia I aty Pedro. Rapon Pedro. Edhe një gol I thjesht. Nga vëllësia e Pedros që godet prej portierit dhe Davis I vjen fati aty për të shënuar afër këmbëve. Dhe për ta mbyllur Gresbo. Power shot I ti. Shënon dhe 4-0. Si më nëse kush I futi gjithë të volet. Përsëri ka topin Real Madridi. Një skuadrë shumë të fortë. Bukur aty pason Pedro. Nuk arrin do të dribloj Beckenbauerin. Shkoti Pedro përsëri merr topin nga duhe. Beckenbauer shkatërrohet. Dauer shikon se çfarë do bëj ai. Dhe këtu dhe një qik fitohet ndeshja 4-0. Beckham provon
bën disa stile dhe arrin të dribloj. Pedro kap topin nga Fabian Ruiz dhe tu mbyllë gjithë shka dhe një qik dhe mbyllet. Dhe këto arbitri sinjalizon fitoren e Real Madridit të pari dytë. Dhe kjo ishte video. Nëse ju ka pëlqyer mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Bye bye.